Përshëndetje, unë jam Elisa Gjirani dhe kjo është Media 60. Në vazhdo në dokumenteve ekskluzive që Media 60 disponon, përveç se masterplanit Genesis për Zvërnetin, e cila është vetëm maja e icebergut, ne kemi mundur të sigurojmë masterplanin sekret për ndërtimin e New Apollonia, i projektuar me një studio ndërkombëtare në bashkëpunim me Lob Plus Partners. Në krahun tjetër të lumit Vjoz, pikërisht aty ku mbaron qarku i Vlorës e nis pjesa e Fierit, shtrihet gjysma tjetër e të njëjtit plani masiv urbanizimi që mban emrin Apollonia e Re. Ky projekt, i konceptuar si një qytet tërësisht i ri artificial nga studioja ndërkombëtare, parashikon ndërhyrjen mbi një sipërfaqe prej plot 600 hektarësh në brezin bregdetar të Pishporos. Edhe pse dokumentet gjeografike të vetë projektit pranojnë se vendi i përzgjedhur është një ekosistem jashtëzakonisht delikat, i përbërë nga këneta, dunarëre dhe pellgje me ujë të kripur, plani teknik synon transformimin rrënjësor të këtij areali të mbrojtur mjedisor për të akomoduar një popullsi masive prej 39.000 banorësh. Në veri të lumit të Vjosës është një nga rezervatet natyrore të menaxhuara, që i takon që quhet Pylli i Pishporos, i cili deri në vitin 2024 ishte si i tillë, kategori 4, por pastaj me shkrirjen e të dyja zonave në një, ai nuk mund të quhet më brenda të njëjtës zonë si rezervat natyror i menaxhuar, por në fakt gjerat i kapën të tilla. Pra është edhe kategoria e 4. Dhe po në këtë hapësirë ka një sër monumentesh natyre të cilës i përgasin kategorisë së tretë. Dhuna pranore, janë kodra klasike, janë këto ligatinat që ju përmendët, të cilat janë monumente natyre. Pjesa më agresive e këtij qyteti të ri është ndërhyrja e thellë mbi hidrografinë dhe vijën bregdetare natyrore, duke e kthyer një zonë të egër në një resort të madh rrugëtimi. Masterplani parashikon hapjen e plot 8.5 kilometrave kanale artificiale ujore që do të përshkojnë lagjet e vilave, duke lejuar lundrimin në kanale me varka private direkt brenda koridoreve ligatinor aluvial. Për t'i dhënë jetë këtij qyteti artificial, në veri të tij është projektuar një port jahtësh i quajtur Marina Town dhe një qendër masive jetës së natës në emrin Island Village. Gjithashtu projekti parashikon ndërtimin e një fushe golfi gjigant e quajtur Lagoons Course, e cila do të shtrihet në pjesën e brendshme të pyllit, duke rrethuar e izoluar plotësisht 5 liçene të vegjël natyror që aktualisht shërbejnë si habitate të virgjëra për shpendët e rrallë. Sipas sketës zyrtare të përdorimit të tokës së hartuar nga studioja ndërkombëtare, 4 kompanitë e konsorciumit Balfin Group, Blue TDI, Akincons dhe Progen figurojnë si zhvilluese dhe përfitueset ekskluzive të parcelave të ndërtimit, ku mbi një sipërfaqe totale prej 600 hektarësh kanë ndarë të drejtën për ndërtimin e mbi 1.5 milion metrave katror volume rezidenciale dhe hotelier. Sipas ekspertit të mjedisit Olsin Nika, ndërhyrja në këtë zonë rrezikon peizazhin e mbrojtur pishporonart. Nuk ka më nuk diskutohet mas për ligatina as për shpendës në ndërtojnë në qytet. Për të vetëm shpend që do vazhdojnë aty të jetojnë, do jenë këta që ne i quajmë me gjuhën tonë shkencore llojet kozmopolite. Pra ato që janë edhe rëndon me qytete si Tirana, pra Rjunë Raska, Truncakët, Sorra, këto janë ato që do jenë. Pas këtij projekti në Fier qëndrojnë edhe biznesmen që i kanë shtrirë fiet në projektin Genesis, si Sajmir Mane, që është protagonisti kryesor në pronat që shtrihen në Pishporonart. Kopertina e masterplanit mban logon e grupit Balfin si zhvilluese kryesore financiare, ndërsa pjesa tjetër e projektit është ndarë mes 3 partnerëve të tjerë. Balfin Group është kompania kryesore në krye të masterplanit të Apollonisë së Re. E udhëhequr nga Samir Mane, i cilësuar si një nga oligarkët më të mëdhenj në vend vetëm për këtë projekt në 21 dhe 22 janar 2025, në pronësinë e kompanisë me të njëjtën emër si projekti Apollonia e Re janë hapur 11 kompani, të cilat do të ushtrojnë aktivitetin në këtë qytet të ri. Përfshirja e Balfit në këtë projekt sjell peshën kryesore politike dhe financiare, duke përdorur imazhin e resorteve të luksit si mbulesë për të legjitimuar ndërhyrjen urbane me përmasa të jashtëzakonshme në një ekosistem kaq delikat. Blue TDI SHPK me aksioner kompaninë Wisi në pronësi të Bledar Sinani dhe Arjan Leskaj është kompania më interesante dhe e nxehtë e këtij konsorciumi, pasi shërben si uralisë me industrinë e loreve të fatit. Sipas të dhënave zyrtare, 45% e aksioneve kontrollohen nga shoqëria e basteve të kazinove ESE në pronësi të biznesmenit Bledar Sinani. 32.5% nga Arjan Leskaj, pronar i Matrix Construction. Prania e tyre konfirmon se pas fasadave të turizmit eko,
në New Apollonia qëndron interesi i madh financiar për të ngritur struktura gjigante kumari dhe komplekse rezidenciale. Aginkos SHPK në pronësi të ndërtuesit Gendian Sula është një nga firmat më të mëdha të ndërtimit në Shqipëri, e njohur gjërësisht për projekte të mëdha rezidenciale dhe bregdetare, si resorti Amfora apo komplekset e banimit në Tiranë dhe rrethinat e saj. Në projektin e Apollonisë së Re, Aginkos është futur si krau operacional dhe ekzekutues në terren. Progen në pronësi të Gens Kuçukut është kompania tjetër e ndërtimit që plotëson katërshen e konsorciumit. Progen ka fituar vitet e fundit një sër tenderash publik dhe kontratash të mëdha për ndërtime infrastrukturore dhe pallate banimi në kryeqytet. Media 60 kontaktoi të gjithë listën e personave që kanë aksionet kompanive të përfshira në masterplanin e Apollonisë së Re, për faktin se masterplani rrezikon peizazhin e mbrojtur të Pishporonartës në anën e Vjosës nga Fjeri. Asnjëri nga aksionerët e kompanisë së përfshirë në këtë masterplan nuk reagoi deri në momentin e publikimit të këtij materiali, me përjashtim të administratorës së kompanisë së New Apollonia në pronësi të Balfin Group, Dea Filip. Theksoi se çdo projekt i mundshëm në të ardhmen do të ndiqte vetëm rrugën institucionale dhe do të ishte në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, përfshirë ato mjedisor dhe çdo regjim të posaçëm mbrojtja. Zonja Filipi shtoi se konglomerati nuk ka asnjë plan zhvillimi të miratuar apo të konfirmuar për zonën e përmendur, duke lënë të nënkuptuar që ky projekt është akoma në vlerësim nga qeveria dhe nuk është refuzuar. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama nuk ka pushuar asnjë ditë betejat në distancë me protestuesit në kryeqytet për Zvërnecën dhe zonat e mbrojtura. Në këtë rast, zgjodhi heshtjen. Media 60 kontaktoi drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë së Medias për Informim Manjola Hasa për të pyetur për masterplanit që do të asgjësojnë Pishporonartën, por deri në publikimin e këtij materiali, kryeministria nuk ofroi asnjë reagim. Apollonia e Re dhe Genesis zbulojnë dy gjysmat e të njëjtit masterplani sekret. Tjetërsimin dhe privatizimin e të dyja anëve të lumit Vjosa për llogaritë e interesave të kumarit, ndërtimit dhe pushtetit, në një kohë që e gjithë zona rrezikon të nxjerrë nga shtëpia e tyre natyrore shpendët e rrallë që janë të mbrojtur nga konventat ndërkombëtare.